E pra të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish së bashku për të komentuar pak mbi fenomenin Mateo. Mateo Bori është një djalë i cili ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit për të sfiduar veten e tij, por me qëllimin për të realizuar edhe një dëshirë. Tani ka njerëz të cilët nuk besojnë në dashuri, domethënë u duket një diçka e çuditshme, të gjesh ti zemrën tënde, të gjesh ti shpirtin tënd pas shumë vitesh, por Mateo me qëndrimin e tij, me formën se si ai u prezantua tek publiku, na bindi për këtë. Do me thënë, dashuria është gjithmonë aty kur ne duam ta kërkojmë. Është një djalë i cili ka një dashuri të jashtëzakonshme. Është një djalë i cili duartrokitet nga publiku shqiptar. Por çfarë e bëri Mateon, sipas mendimit tim, që të shndrohet në fenomen? Të shndrohet në djalin më të klikuar, të shndrohet në njeriun më të duartrokitur dhe të shndrohet në djalin që rrëmbeu zemrat e të gjithë shqiptarëve. Unë mendoj që sinqeriteti i tij, edhe pse është një djalë i cili është rritur në një jetë borgjeze, ashtu siç e quan Rogerti, por unë nuk do kisha dashur ta cilësoj me jetë borgjeze, por do kisha dashur që të them me një jetë me kushte të mira. Do me thënë, në rrëfimin e jetës së tij, në linjën e tij, ai tregoi që nuk ka vuajtje. Do me thënë, gjithmonë në familje kanë gëzuar dashuri, gjithmonë në familje kanë gëzuar respekt, kanë gëzuar ditë të bukura dhe mendoj që edukata që i dha kjo familje, që ja vuri në dukje njerëzillikun, që ja vuri në dukje pastërtinë shpirtërore dhe nuk e rriti me të qenurit urdhëro lekun dhe shëtit, por një djalë që punon, që lodhet, që kishte një staf të jashtëzakonshëm, mendoj që vetë struktura e jetës Stenaldon e ka sjellë në këtë, më falni, Mateon e ka sjellë në këtë stat që Mateo të jetë djali më i preferuar i publikut dhe të tregojë që me dashuri dhe kultura rrihen të gjitha gjërat. Tani në shumicën e komenteve unë e shoh që disa nga fansa do shta të ndryshëm të banorëve të tjerë komentojnë Mateon si një djalë jo të shkathët për të arritur që të merë fokusin edhe zemrën e një femre. Unë mendoj që Mateo ka një kulturë aq të madhe sa që është duke e lënë brikenën që hapat e saj në jetë dhe gjërat e saj në jetë ti merr me dëshirë, ti merr me ndjesi dhe jo ti merr me për kushtim apo me kërcënim apo me cënim. Tani në qoftë se ti dëshiron që të puthësh një femër, sepse u komentua shumë puthja Mateos, u quajt si një djalë i cili e mori puthjen me zor dhe tani nuk I intereson. Në qoftë se ti dëshiron të marrësh një femër, ajo duhet të kthehet në anën tjetër. Do të thonë, puthja duhet të kthehet në anën tjetër. Nëse dëshiron ti të marrësh një ndjesi dashurie, dashuria duhet të jetë anasjelltas, nuk mund të bëhet e përbashkët. Pse e shoh Mateon pak të ftohtë në raport me Brikenën? Unë e shoh Mateon pak të ftohtë në raport me Brikenën sepse Mateo nuk toleron më të shkelën mbi dinjitetin e tij dhe nuk toleron më që të ndjet për ndjekës. Jo që ai nuk e don, se nuk mund të, dashuria nuk është me buton. Nuk mundemi ne dashurinë ta lëshojmë sot dhe ta mbyllim nesër. Ai e do Brikenën, ai e ndjen Brikenën, ai ka emocione për Brikenën, por dëshiron që gjërat t'i bën që të ndodhin në momentin kur duhet të ndodhin. Dhe unë e shoh Mateon më së shumti e shoh në pritje dhe I shikon reagimet e Brikenës. Por në përgjithësi, domethënë është një djalë që realisht në ditët e sotme, unë jam shumë I bindur me shoqërinë të cilën ne jetojmë, nuk ma merr mendja që do të kishte një çun të ri që do të binte dakord që të priste tek një femër me muaj të tërë apo me ditë të tëra që ajo të vendosën për ndjesi, të vendosën për puthjen dhe të vendosën për emocionet. Unë mendoj që Mateo e do, Mateo e ndjen, Mateo e suporton dhe është në gjendje që të bën gjithçka për këtë dashuri, vetëm që ta ketë pranë Brikenën e tij të dashur. Mendoj që është djalë I shembull që duhet të ndjekin të gjithë çunat e tjerë, sepse dashuria bëhet kur e ndjen, jo kur don ti. Pa marrë parasysh sjelljes të Brikenës, ai përsëri vazhdon të qëndrojë me Brikenën, edhe tani e pyes se a u mërzite, a u stresove që Rogerti e fitoi sfidën. Edhe mendoj që është një djalë I cili vërtet duhet të marrur shembull në kulturën, në qëndrime se si ka treguar në shtëpi. Tani a është I gabueshëm? Po, sepse janë në një format që eskalojnë nga vetja, por mendoj që Mateo është banori që ka eskaluar më pak se banorët e tjerë.